Rusa aveva conclusione di intermontare da iscrivere le istruzioni esecutive successores e gli obiettivi io non andavo assolutamente andare in questo. Si passe che smodes, nu că sunt multe debatute, lucrurile sai urme sai în ele, de propozici Важно процедурально. Considerările mughesa în comisiunea găștă la sfârșit, ca să se văd că un pic viață tândișme, o să se riște în raport în tehnic. Gil Balcan, nu câși de cumpără mine veri, nu câși de cumpără spitalul. Mughesa deputat de Antal de Kiev, găște celănșme, părta Salvator, munțire, bunăsă, comisiune, adequat cu iemene krume vetëm qëllim që kjo pik mos vijen në rend debat. Kjo është organizuar me styreve, megjithatë ne si antar duhet të ta themi rrugë hapur se ky komisioni ka kompetencat e vendosjes një propozim tillë rezolute me çka unë besoj që duhet ju si kryesues ta potencioni këtë fakt që mungesa antarëve nuk është e rastishme. I viktimës në agresorin, andaj ne jemi këto të propozim rezoluta është në atë vi që ta dëshmojmë që viktima ka qenë pjesë e një lufte të denjë, një lufte të sinqert, një lufte me një sakrificë të pamohueshme, jenë rendite dhe deputetët të cilët mungohen së bashku mundet që me prezencën e tyre ta thonë që janë kundër ose pro kësaj rezolute, por jo me një mënyrë të tillë dinzare dhe në mënyrë jo demokratike, duke sabotuar të vinë deri tek gjera e sallës komisionit dhe të thejnë jashtë, është jo korrekte. Prandaj konsideroj që ju duhet ta fiksoni që të mbeten në pjesë e komisionit dhe agjendës së procedurës. Ovakva situacija se ogled na to što kolega, što сега предходно зборувавте, веќе година дена се обидувам една сосема легална, легитимна, уредно поднесена декларација за признавање на државата Палестина. И не само што не се наоѓа, значи не само што доаѓа да дојде на дневен ред како оваа резолуција која што за сега зборувате, туку воопшто председателот на комисија воопшто не ја ни става на дневен ред. Значи не можеме ни да дискутираме за тоа. И вие цело време игравате по тактиката на председателот. Ако јас предложам да се стави на дневен ред, никој не се изјаснува никако. Ни гласа против, ни гласа за. Затоа сметам дека во иднина би требало да се водат попринципиелно овие комисии и да нема такви изигрувања, туку навистина да се исклучуваат предлозите на пратениците кои што ги поминале сите филтри во собранието и да се најдат на комисија заради тоа што тоа е услов за да после може на пленарна да дискутираме по одредено прашање. И со вашиот предлог. Prezidzie. Skinęły jedno, że na tej wersji sesji też nic nie było. Nelle segretarie commissioni di piazza, non quando tre metro sono per dos, per il pilota di por così rezoluta in UAI. Facendo na comissão.
Hoe is het pas procedures, meščunīs, te su nerentatives. Nu kakaju. Не. Значи, вие директно, како што ве задолжија како матично работно тело, вие директно ја ставите на дневен ред, за сега ние тука да расправаме, дали имаме мнозинство, или дали некој ќе предложи можеби да се тргне од дневен ред, но со нашата декларација за признавање на Палестина, вие воопшто не ја ни ставите на дневен ред. Е бар тема на конкретно, ќе шаруту колега. Që këtu ta vendosim momentin të tema zë kish respekt për temën e cila për nesër është shumë e ndjeshme, bëhet fjalë për vëllezërat, për mosrat tona, bëhet fjalë për 1133 fëmijë të vrarë nga shovenizmi, nga lufta shoveniste serbe që është zhvilluar në vitin 1900. Ние зошто расправаме? Ние не е отворена за... Како немamo право? Затоа што колешката ми се обрати директно мене. Јуташ, милио, само. Така, јус гдje. Znači, tota lei për një jetë tjetër, nëse krijohet kushte. Dhe kush Ne našlivet i kemi telefonon, shkaku se nuk e di atë modelin të aplikimit. Inderuar kryetarët e komisionit, në radhë të parë fillojmë me transmetimin në gjuhën shqipe dhe në momentin kur ne kërkojmë videon, të njëjtë aty publikojmë në rrjetet sociale, na jepen vetëm në vazhdimisht sepse zëri në gjuhën shqipe është i ndalur. Pra kjo është edhe një shkelje e rregullores së kuvendit, faktën do duhet të ishim këtu për ta diskutuar çështjen, të deklarojmë se janë pro ose kundër dhe të na japin këtu pra të na shpalosin argumentet e tyre.